Qëndrojeni deri në fund. Ky është qëndrimi im me që më keni pyetur. E para, për protestën, jam absolutisht pro çdo lloj proteste. Unë mendoj që protesta është shpirti i gjallë i një kombi, që nëse protesta vdes, vdes edhe kombi vetë. E dyta, nuk mendoj që protesta e 2 ditëve të fundit ka qenë vetëm për zvërnece. Është një protestë për treguar një lloj arrogancë të pushtetit. Është një protestë për të rinj që kanë shumë vështirë të integrohen. Është një protestë për polarizimin e shoqërisë shqiptare, për po themi varfërimin më të madh të klasës mesme dhe për gjithë situatën politike në përgjithësi. E treta, meqense shumë veta thonë që nuk keni folur për këtë çështje. Po, kam folur për çështjen e Vlorës dhe i keni në YouTube të gjitha. Nuk është e vërtetë që Rama thot s'dim gjë, po më pas vazhdon video ku ai sqaron projektin e Zvërnecit. Kam folur në 24, në 25, në 26. Po mirë, po aeroporti Vlorës, i cili është brenda zonës të mbrojtur, nuk e dini ty që po ndërtohej. Nuk ka folur media, po vetëm unë vitin e fundit kam bërë 5 emisione për aeroportin e Vlorës, që është në zemër të zonës së mbrojtur të Nartës. Pra pse nuk folët për aeroportin e Vlorës? Megjithatë nuk po i hy kësaj. E dyta, po pyesni pse nuk e gozhdojmë Ramën. Jo, nuk e gozhdojmë dot Ramën, se Rama nuk pyet më as për mediat, as për ju, as për opozitën, se ka 86 vota. Ja keni dhënë ju. Unë s'kam votuar kur për Partinë Socialiste në jetën time. Ndoshta nuk është mirë ta them, po them. Në 36 vjet s'kam votuar kur për Partinë Socialiste. Rama ka 86 vota që e bëjnë mbret dhe nuk pyet më për askënd. Nuk vjen në studio ai, nuk vin ministrat, para ca kohësh kam bërë debat me Ramën për këtë çështje dhe nuk pyeti fare. Sepse vota është ajo që e fuqizon Ramën. Dhe votën ja keni dhënë ju, unë s'kam votuar Ramën, e thash dhe njerë. Tjetra, Rama së fundmi është mirë ta çojë vendin zgjedhje për të provuar ka apo s'ka mbështetje. Kurse për projektin, ka njerëz që janë pro projektit, ka njerëz që janë kundër projektit, jo të gjithë kanë mendimin e tyre. Ka njerëz që mendojnë që një investim miliardësh është i rëndësishëm për vendin. Ka njerëz që mendojnë që natyra dhe ruajtja e saj është më e rëndësishme për vendin. Kjo është çështje një debati që duhet ishte bërë me kohë dhe që nuk është bërë. Ndërkohë, për punën e postimeve, unë pjesën politike e kam në emision. Unë s'kam postuar kur, as për Partinë Socialiste, as për Partinë Demokratike, as për Adriatik Lapajn, as për Agron Shehajn në rrjetet e mia sociale. Rrjetet e mia sociale i kam pasur për të promovuar Shqipërinë apo udhimet e mia. Dhe e fundit dhe një herë, çfarëdo që të bëjmë, çfarëdo që të bëni ju, çdo lloj proteste, në qoftë se Rama merr 86 vota, Rama ka të drejtë bëj çfarë dojë me Shqipërinë. Dhe këto vota i jepni ju, nuk ja jap unë. Kjo është fuqia e tij dhe vetëm me votë mund ndryshohet një gjë.